Jemi në ndeshjen Bardhazi, ka filluar ndeshja e Bardhazi, skuadrat janë në fush. Po cilët janë lojtarët? Cilët janë lojtarët? Armir Shkurti është me ne, faleminderit Armir. Mirë se erdhe mi në studio. Si të duket Faqoren e ke sjell? Faqoren? Kush faqorja? Se mos na zihesh me këta këtu, se i kemi miq të gjithë. Kam me shërë. Njëna juristët e mi të parapëlqyer Ervisi është i mrekullueshëm, më falni ju të tjerët, ju vlerësoj, ju çmoj, po ne duam pak më shumë. Faleminderit. Mirë se erdhe mi. Mirë se gjeta. Migeni Qëndresës është një nga djemt më aktiv të shoqërisë, unë e du fort, sepse Çara i prandaj. ja kemi lënë stafetën atij tani, bën ai protesta edhe në emrin tonë, kështu që faleminderit që Jemi një lojtar, një ekip këtu. e di, Qëndresa, një lojtar një ekip. Dhe Endri Tafani mrekullueshëm, mik i dashur i studios Bardhazi, ai lë punët e tij që janë me shumë përfitim për atë, vetëm për të ardhur në emisionin Bardhazi, kështu që ne e çmojmë dhe falenderojmë dhe jemi mirënjohës. Po çfarë do diskutonjëm? Ua, është bërë politika humor fare, ma. Është bërë kështu, zgërdhirje fare, nuk e di fare. Pse më çka ka ndodhur? Po nuk e di tani, mos bëj sikur se ditit. Me ke fjalën për këto jo partjakët, jo politikët, këto çpikjet. Po, çpikjet e Këto do diskutojmë sot me një super panel që e prezantova një herë dhe s'ka nevojë ta prezantoj për herë të dytë. Tani është gjë e re apo e vjetër kjo? Pyet Armirin, ai është i vjetër. Armiri është që në shekullin Xiz. I zgjedhur kështu në tavolinë. Vjeçarin e kaluar. Po, që na mi vjeçari Pra, kaluar. ne e dim që do fitojmë, por kandidoj edhe ti të kemi edhe ty në listë, ë? Gjë e re apo e Jo vjetër? për ty, po jo. Aha, okej. Ti. Ti ke bërë politikën hasha. Ne ti, mo Po, që ti. unë hasha, po në habuk me të. Unë e kam kthyer në humor, ose më sakt e kam qëmtuar si humor. Tani ti je i pavarur njërë, ma thuaj, po jo. Kam emision për çdo tonë me litar. Po, je i pavarur. Pavarur. Jo, po i pavarur dhe i pavarur, do me thënë që mund të varesh pak më vonë ti. Do me më fut me nej... Jo, se kisha, jo. Nuk e kisha, se është bërë çështje madhe kjo i varur, i pavarur. Unë jam i pa... Varur. Stro varur, militar, po gati. Po, gati është litari për ty. Tani, e rea e pjesa vjetër. e politikës. Po. Leoni ta lexoj në mënyrë teknike, pra si inteligjencë artificiale. Po. Opozita ka nxjerr komedianin më të mirë në treg për kandidat. Pra, ka arritur humori deri këtë pikë. Portokalli do bëjmë ne aty? Nuk e di se çfarë do bëj. Teknikisht ka dalë aktori më i mirë, më i vlerësuar i kohës, komedian, për të përfaqësuar një shfaqje. Po votojmë ne, po dalim po duar trokasin. Klikoni, mos votoni, klikoni. Shikoj se në politik nuk ka një profesion caktuar, ëh. Si? Që do të thotë mund të jesh edhe komedian, po mund të jesh një politikan. Patjetër, nuk i heqim vlerat. Problemi është tani që... Dhe nëse do kishte një profesion për politikën, pastaj kush do ishte ajo? Kjo është pyetje. Në Shqipëri nuk ka, po në botë zakonisht ka profesion. Politika është pavarësisht nga hyn. Mund të hysh nga siç ka hyrë piktor Edi Rama. Por ama nuk u bë kryeminist që në fillim. Siç ka hyrë doktor Sali Berisha, nuk ka hyrë Ilir Meta, nuk e di sa kishte profesion, po nuk do të thotë që ti Ilir Meta ka qenë për shkenca politike, tamam, për shkenca ekonomike politike. Por në rastin, nëse doni ta shtjellojmë këtë pjesën e komedianit, unë them që u bë komedi për një arsye shumë thjeshtë. Nëse kërkojmë një kandidat pavarur dhe e kërkon politika, nuk është i pavarur se po e nxjerr politika. Nëse do doni një kandidat pavarur, do të kërkoni një program të pavarur. Pra ti do marrësh një program që përfaqëson kushdo që të jetë, që mund mos jetë as politikan. Këtu jam dakord absolut. Nuk ka rëndësi ti jesh politikan nëse ke një aktivizëm ose një sipërmarrje. Dakord. Por mirë, pse themin e kërkoj politika? E kështu ndodh. Ne këto janë zgjedhje politike apo janë zgjedhje për... Jo, nuk janë zgjedhje politike. Teorikisht jo. Nuk janë zgjedhje politike këto tani. Sepse zgjedhje politike janë kandidojnë partit dhe në bazë të përqindjes së votave që ato marrin këshilltar bashkiak. Aty e matë forcën partia, ndërsa ai që zgjidhet kryetar bashkie jemi magjoritar, ne zgjidhim personin këtu, zgjidhim administratorin që s'ka lidhje partia. Asnjë parti s'ka guximin me dal. Jo, s'ka lidhje. Dhe për këtë arsye i kërkon ndihmë. Jo, nuk i kërkon ndihmë. Një sektori që nuk është i veti, që është shoqëria civile. Nuk ka lidhje me atë. Ne po themi tani këto zgjedhje janë zgjedhje politike apo janë zgjedhje politike. Jo, nuk janë politike kur kemi magjoritar, kryetari i bashkisë është magjoritar. Ne zgjedhim individin. Tani Aristoteli thonë çdo individ është qenie politike dhe ti më thua që zgjedhjet nuk janë politike. Por politika në vetvete ka të bëjë me proporcionalin, që do të thotë hyn në garë partitë politike, marrin votat përkatëse, marrin këshilltarë bashkiak. Sa serioze është kjo fushata? Endri po qesh, ka filluar të qeshi që tani. Një sekond, Endri ka filluar të qeshi që tani, mendo më vrapa.
Se po qesh. Unë nuk e kuptoj këtë punën e të pavarur. Domethënë, e para njëri është jo partijak, jo i pavarur. Se nuk besoj që në këtë botë ka njerëz pavarur. Unë jam i pavarur për shembull. Ose siç e Po jam i varur nga Ornela ndoshta. Për emisionin. Ose mund të jesh varur edhe në gjëra të tjera. Jo asnjë gjë, domethënë, ndoshta më var gruaja në ndonjë moment, po jo, më shumë se kaq jo. Të temë flasin politikisht. Me që jemi kështu... Jo, unë jam i varur në kafe, nëse keni kafe. Po, kemi kafe nam. Kafe nam të mrekullueshme. Dhe e kam fjalën këtu që I ke dyshime për pavarësi. Jo, më jo, shikoj, se themi i pavarur. Po çfarë do të thonë i pavarur? Po, jo dua ta dija për zotin. Sepse nëse ti konkuron me një program, programi jot është politik. Për ndryshe nuk ka kuptim. Si mund të jetë një program jo politik për shkakun? Nuk ka pavarur fare edhe nga politika, domethënë. Si mund të ketë zgjedhje të pavarura, jo politike. Është nuk bën Referenta sens. janë partitë politike. Kur bëhet fjalë që është i pavarur, do të thotë që asnjë nga partitë politike që janë aktorët sot kryesor, fjala vjen për të opozitës, nuk ka nxjerrë një kandidat, që do të thotë kandidati që është mbështetur nga partitë politike të opozitës, nuk ka një parti të tij nëm nga ku varet kandidimi i tij, nga ku varet përgjegjësia. Dakor, po programi i tij takon, siç ka thënë Bina, i takon qytetarëve. Dhe do të thonë u takon qytetarëve, se tani çdo njeri thot unë për qytetarët punoj. Por programi në vetvete ka diçka politike. O je i majt, o je i djathtë, o je i qendrës. Na do që të shkosh, ne jetojmë në koha politika lokale, po patjetër, ta mbarojmë çik. Tani kjo i takon analizës, pasi të shikojmë programin, qytetarët nuk meritojnë një as mish as peshk. Po kush është? Duhet të ndash mendjen, po as mish as peshk. Po kur ti je i pavarur as mish. Kur je i pavarur je dhe mish dhe peshk. Sepse për ndryshe, do kesh. Si ishte kjo? Kur je i pavarur je dhe mish dhe peshk. E ke dhe mishin dhe peshk. Jo, po edhe vezë. Kur je i varur, do detyrohesh ta shoh mishin. Unë gjatë gjithë jetës jam ndier as mish as peshk. Jo edhe mish edhe peshk. Një person që shkon konkuron për diçka, mund të konkurojë me një program i cili normalisht do ketë një pasqyrim politik në vetvete, ose një thelb politik në vetvete. O do jeti majt, o do jeti djathtë, o do jeti qendrës. Këto janë ato. Dhe tani, tani po të bëj pyetjen që të kthehemi, jo, ndahet politika e qytetit, e majtë, e djathtë dhe e qendrës. Dhe tani po të bëj një pyetje. Nuk e kemi parë që ka një program. Dua të të arrijë një pikë. Po pse s'ka program? Po pse s'ka program? S'ka dalë programi, mos thoni s'ka program. Por po të dali që ta votosh. Kur të dali para se të dali data e zgjedhjeve? Në qoftë të dali programi që themi do të zgjedhim këtë. Në qoftë se atëherë. Po them diçka pse është normale të kishim ka një program në xhep të brendshëm, është djalë i mirë dhe themi këtë. Do dali programi, partitë do thonë po se mund të ketë program radikal të majt, do ta Po mund ta ketë pikërisht po. Ose i program radikal të djathtë nazist. Çka ka radikal të majt politikat e administrimit të qytetit? Ai është administratori i qytetit, nuk do bëj politika globalist, nuk do rregulloj as taksat, as pensionet. Nuk e rregullon administratori i qytetit. Dëmtimin e biznesit, të lutem. Ke mirësi të dëgjosh 2 sekonda? Po të dëgjoj. Po ti po flet vëlla, nuk diskutoj. Po nuk diskutohet njëkohësisht, më prit. Diskutimi po pritëm, po nuk bëhet diskutimi njëkohësisht, se dëgohet asnjëherë as tjetri. Dakor. Ashtu. Po dëgjoj. Ka një Flor Bina e ka thënë jam kundër kësaj politike. Ky është programi që unë vlerësoj, këtu jam dhe unë. Qyteti ka disa pyetje. Ka çfarë qëndrimi do të ketë, cili është problemi që identifikon ai tek qyteti? 1. Trafiku. Bukur. Për trafikun kam këtë. Ndërtimi, ujë, fëmijët, transporti urban, për gjitha këto ka i program. Makar me një temë. Makar siç doli Velia në 2015 tha do ndaloj betonin. Ky nuk ka program në diskutim, po ka program me këta kandidatët e tjerë dhe ky s'ka. Ore sigurisht nuk duhet të tjerë, mos na duhen të tjerë. Po Gerta ka program se ka program në Veli. Ku është program? Atë program që ka paraqitur Velia, atë program do vazhdoj. Atë program. Atë ka marrë. Dhe ajo që